Ka reaguar ish koordinatori i këshilltarëve të Tetovës Liridon Disha, i cili thotë se shpallja e fitores nga ana ish drejtorit të shkollës medicinale Binas Pajaziti, para se të shpallet verdikti përfundimtar nga gjykata, është vetëm tentativë për manipulim të opinionit. Në reagimin e tij ai ka bërë të ditur se respekton institucionet dhe pret me qetësi vendimin e gjykatës së apelit, duke vlerësuar se është i parakohshëm çdo triumfalizëm përderisa çështja ende ndodhet në procedurë gjyqësore. Çdo jurist e di se një akt gjykim i shkallës së parë nuk përbën epilog përfundimtar të një çështjeje, thuhet në reagim. Prandaj në vend të triumfalizmit të parakohshëm do të ishte më e mençur të pritet fjala e fundit e drejtësisë. Unë do të vazhdoj të mbroj të drejtën për të ngritur pyetje dhe për të kërkuar përgjegjësi nga funksionarët publik, sepse kjo është detyrë e çdo përfaqësuesi të zgjedhur dhe jo arsye për të friksuar apo për të heshtur. Andaj konsideroj se paditjet e tilla janë vetëm tentativë e dëshpëruar për të heshtur zërin kritik dhe opozitar në vend. Festimet para kohe nuk e ndryshojnë të vërtetën dhe nuk e zëvendësojnë vendimin përfundimtar. Fjalën e fundit do ta drejtësia, jo rrjetet sociale. E kaluara dhe e tashmja ime ka dëshmuar se unë frika sak nuk jam, por sfidave personale e sidomos atyre kombëtare u kam det karshi në çdo moment pa asnjë hezitim. Unë do të vazhdoj të jem në krah të qytetarëve të mi, të cilët në çdo moment e kanë vlerësuar luftën time politike për mirëqenien e tyre. Ai ka sqaruar se padia ndaj tij nuk lidhet me korrupsion apo përfitim personal, por me deklarata të bërë në cilësinë e koordinatorit të grupit të këshilltarëve komunal, për çështje që sipas tij kanë të bëjnë me interesin publik dhe menaxhimin e një institucioni publik. Më tej ai ka theksuar se do të vazhdojë të mbrojë të drejtën për të ngritur pyetje dhe për të kërkuar përgjegjësi nga funksionarët publik, duke e konsideruar këtë si një detyrë të çdo përfaqësuesi të zgjedhur. Sipas tij, paditjet e tilla përbëjnë tentativa për të heshtur zërin kritik dhe opozitar, ndërsa ka shtuar se festimet e parakohshme nuk mund ta zaventojnë vendimin përfundimtar të drejtësisë. Në fund të reagimit ajo shpreh se nuk i është mangur asnjëherë sfidave personale dhe kombëtare dhe se do të vazhdojë të jetë pranë qytetarëve, duke theksuar se ata kanë vlerësuar angazhimin e tij politik